Mirë se vini në sistemin shqiptar të drejtësisë, ku për të përfunduar pas hekurave nuk të duhet të kesh kryer ndonjë vepër penale, mjafton të mos i pëlqesh një oficeri të policisë gjyqësore. Po, aq thjesht është. Në Shqipëri nuk ka më nevojë për hetime serioze, për prova, për fakte. Vetëm një dyshim personal i një oficeri dhe treni procedural niset në një drejtim pa kthim. Oficeri vendos të arrestoj, jo se ka ndonjë provë konkrete, por sepse ashtu i erdhi. Prokurori firmos automatikisht, pa verifikuar, pa pyetur, pa analizuar, sepse në këtë sistem prokurori është kthyer në noter të policisë, jo në përfaqësues të ligjit. Gjykata cakton masën arrest me burg sepse duhet ruhet balanca mes organeve, apo sepse thjesht nuk i thot dot jo një kërkesë pa bazë. Kështu një qytetar i zakonshëm që mund të jetë plotësisht i pafajshëm, që nuk ka kryer asnjë vepër penale, zgjohet një mëngjes dhe përfundon në burg. Edhe kur më në fund del që nuk kishte asnjë provë, asnjë fakt, asnjë logjik ligjore për të arrestuar, çfarë ndodh? Sigurisht nuk kërkohet përgjegjësi një oficeri që abuzoi me pushtetin. Përkundrazi, për të mos u dukur se vepruan gabim, prokurori shpik ndonjë akuzë të dobët, formulon një akt akuzë boshe dhe gjykata e mbyll me një dënim me kusht ose një burg minimal që të ruhet imazhi i sistemit dhe qytetari. Ai duhet jetë i lumtur që nuk po i japin 10 vjet burg për kotësinë që i sajuan. Kjo është drejtësia në Shqipëri sot, një mekanizëm që funksionon me dyshime, me mllef personal, me urdhra informal dhe me një mungesë totale llogaridhënie. Kur oficerët bëhen të paprekshëm, prokurorët bëhen vegla dhe gjyqtarët kthehen në vulosës. Drejtësia nuk është më shërbim ndaj qytetarëve, por një makineri që prodhon frikë dhe padrejtësi. Drejtësia është kthyer në një lojë të rrezikshme ku jeta, nderi dhe liria e një njeriu varen nga humori apo inati i një oficeri. Në vend që sistemi të ndëshkojë ata që e abuzojnë ligjin, ai mbrohet me çdo kusht edhe kur gabon. Në fund të ditës viktima mbetet qytetari i zakonshëm dhe pyesim veten pse njerëzit nuk besojnë më te drejtësia.